Përshëndetje të gjithëve, ne jemi Trade Castlevania, jemi rikthyer tani për të incizuar podcastin ton javor, për të folur për tregjet financiare. Unë me Henry sot do diskutojmë se si ka qenë tregu këtë javë që lan pas edhe çfarë presim ne në javën e vijim, pasi do të jetë një javë me të vërtet kjo më e rëndësishme e gjithë muajit, sepse kemi takimin e famshëm që për normat e interesit që të gjithë me zi po e presin, sidomos retail traders. Përshëndetje Henry. Përshëndetje Kleo. Është një kohë e gjatë që s'kemi bërë podcastin bashkë dhe më bëhet qefi që e bërë pjesë sot e podcastit. Shpresoj edhe dëgjuesit më në fund nuk do të dëgjojnë vetëm zërin tim, po do të dëgjojnë edhe një zër tjetër dhe ca mendime të antarëve të tjerë ose prezantuesve të tjerë të podcastit, kështu që besoj të bëhet pak më interesante sot podcasti. Ashtu që shteti është një javë që mendoj është një javë vendimtare, unë edhe me pak humor, edhe me pak le themi provokim në mediat sociale në TikTok, besoj që dëgjuesit e kuptojnë që unë e bëj ndonjëherë edhe për shaka. Nuk e marr seriozisht veten time aq shumë që mendoj që jam mbreti i kësaj industrie, por kam thënë që nëntori është momenti i duhur për tregun që për të vendosur, edhe në ana grafike kam ndarë disa herë në podcast të 2-3 muaj të fundit, edhe të Telegrami e kemi ndarë, nëntori po bëhet gati në atë mënyrë perfekte që ne kemi diskutuar, edhe lidhet me eventin kryesor që të vijë javën tjetër që është normat e interesit. Por si fillim mirë po mendoj të mbuloshim çka ka ndodhur këtë javë, dhe pastaj të flasim për normat e interesit dhe çfarë mund të ndodhi javën tjetër, sepse nuk kemi vetëm normat e interesit, por dhe Trumpi ka thënë që deri datën 1 duhet vendosen tarifat me Kinën. Ka dhënë si tip datë skadimi, le të themi, për të mbaruar negociatat dhe për të vendosur ose do vej tarifa i 150%. Kjo krijon një situatë për mendimin tim që jemi 50-50. Dhe ti e di shumë mirë se çfarë bëj unë ku jemi 50-50. Dhe Exact. Po nuk patëm një lëvizje me një krah serioz, unë mundohem të rri jashtë dhe të përzevoj kapitalin dhe ta lej tregun të bëj punën e vështirë. Dhe kjo ka qenë situata tani që në datë 22 shtator, që i bin gati një muaj tani që unë kam qenë cash në kripto, vetëm ca blerët e vogla kam bërë në kripto. Si e pe ti këtë javë? Si e pe ti këtë javë? Për tregun e aksioneve ka qenë shumë i mirë, domethënë kjo javë me ato puljet në ngritjet në fillim të javës, pastaj është mbyllur shumë mirë, sidomos dje. Një ngritje e madhe në S&P 500, po ashtu edhe në disa stocks që ne kemi përzgjedhur. Tregu i kriptove ka qenë unë tregun e kriptove kam parë më shumë si zonë volatiliteti me strategjinë që ne përdorim, se ne bëjmë swing trading dhe këto lëvizjet nga që kanë qenë nga 107 deri në 110 ose 111, 112 sa është çmimi tani 11700. Nuk është se për ne swing trader janë lëvizje që na japin që ne të hyjmë ose të marrim atë profitin, sepse në Telegram që të shkruar dikush që a e kapët këtë lëvizje. Në të nga 107 e 111. Faktikisht unë e pata lujt për të bërë day trading vetëm brenda një dite, nuk e pata lujt të lëvizjen dhe ja dërgova për shenjë provë. Edhe për mua ka qenë zonë volatiliteti. Bitcoini ka pas atë supportin te zona 107.000, support shumë i fortë që nëse do ta thyente, po të shkonte te 106, atëherë do të ishim te 100.000 pa dyshim. Por ka mbajtur atë supportin aty, support shumë i fortë. Tregu po kemi dhe rezistencën në kripto, se harrova ta thoja tek 20 tema, do ta shpjegoj më vonë kur të kalojmë te grafika. Tek Forex kemi Goldin, ulje shumë e madhe, shumë profit ata që e kanë luajtur sell, një ndërta edhe unë, e kemi diskutuar dhe bashkë para disa ditësh, kur batëm disa zona që nëse shkon këtu atëherë prisnim një ulje, ashtu ka ndodhur. Profiti mirë, kam filluar tani ta los Forex, po los Goldin, po los disa të tjera dhe
shumë mirë Goldi, kam qenë një sell, e prisnim, e ke diskutuar dhe tek videot që ke bërë te kanali jot personal YouTube. Juftojnë gjithë ta ndiqni Henry, tani ka dhe kanalin e tij personal, Henry Hunt, e keni në YouTube. Po ashtu e kemi diskutuar edhe në TikTok, në për videot, në për reels që ke bërë e tjerë. Kjo ka qenë një javë mikse, CPI data ka dalë, më mirë se çpritej, edhe kjo një lajm pozitiv që mund ta shtyt tregun për javën që vjen drejt një rritje ose një fart trendi, do ta quaj. Po. Edhe për mua ka qenë një javë mikse, sepse unë në fillim të javës u ripozicionova të ca aksione, por dola shpejt, për shembull Nvidia, kisha AMD-n që ribleva se kishim bler që në poshtë, Intel-in ca tjera, edhe dukesh si një javë që vazhdonte volatiliteti dhe kur e shpjegova pak edhe më parë, ku ka volatilitet unë zgjedh gjithmonë që të jem në cash dhe të jem gati dhe të mbroj kapitalin se sa të pozicionohem. Edhe fillimi i javës ishte një periudhë që edhe po që shikoni VIX-in, që unë kam diskutuar te kanali im personal, po shikoni video do ta diskutojmë edhe këtu. Do shikoni që VIX-i pati një rritje dhe pastaj një shitje ose një ulje VIX-i. E bin që u rrit volatiliteti dhe u bë le të themi një far likuidimi, një rritje dhe ulje në S&P 500 dhe në tregun e përgjithshëm. E pam dhe këte në kripto që në fillimin e javës patëm shitjen dhe në fundi i javës fillum që të kishim një farë ngritje. Dhe kjo gjë ka ndodhur në S&P 500 edhe tregun e aksioneve. Me sa dukesh, ose si po më dukesh e mua, ishte që po prisnin CPI data edhe ishte tregu pak i friksuar. Patëm dhe ca ngjarje me sanksione që ishin bërë kundër Rusis nga Trumpi, që nuk ka arritur të ketë një marrëveshje me Rusin për Ukrainën, edhe kështu që krijoi le të themi pak volatilitet dhe unë me idenë që CPI data mund të dilte negative, edhe inflacioni mund të dilte më i lartë, dola në disa pozicione, dhe pastaj u ripozicionuam të njëjtën dhe të premten për lart, duke treguar vrrull prap dhe fuqi blerëse në aksione. Në kripto nuk kemi tregtuar pak dje, 2 ide të vogla sa për të qenë pak herët në 2 lëvizje, por nuk është gati. Pa edhe veri përsëristu që tregu i kriptos nuk është gati akoma për mendimin tim për një lëvizje për lart. Që nga data 22 25 shtator më duket, do ta mulem te grafika pak më vonë, kripto për mua me strategjinë time ka qenë short. Unë thjesht nuk pata mundësinë të kapja atë momentin e likuidimit të madh në datën 10, ishte 10 tetori që ishte momenti i shortit. Që në atë moment ka qenë short, ose një ditë përpara ishte aktivizimi i shortit te strategjia ime. Unë nuk pata mundësinë që ishte me pushime që të pozicionohesha, por unë tani momentalisht do ishta në një pozicion short në Ethereum dhe në Bitcoin. Ti Kleo besoj që e di, sepse me lëvizje që ke bërë në day trading, ke tregtuar short më shumë besoj në Bitcoin, me idenë që të përfitosh nga lëvizjet. Edhe një nga çunat e tjerë që ne bashkëpunojmë dhe kemi ca akaunte që i punojmë bashkë, dhe i tregtoj në datën 9 ishte short dhe kapja te valën e madhe në 10 tetor, që nxorëm një farë profiti serios aty të ato akauntet. Kështu që ne kemi qenë short që në ato moment, por si funksionoj unë që të kuptojnë dëgjuesit është, unë ndonjëherë ku nuk ndjej siguri totale të një vendim, për publikun e thjesht, që jeni ju retail traders që nuk ndoshta jeni fillestar, nuk keni eksperiencë, mundom që mos ju friksoj ndonjëherë. Sepse e di që tani kam një farë influencë të dëgjuesit dhe respektojnë atë mendimin tim deri në atë pikë që ndoshta dhe marrin pozicione në anën time pa ditur se si ti menaxhojnë ato pozicione. Dhe mundohem që të paktën nga ana shortit, kur ka shorte, që mos i ndaj shumë ose mos them në temi shortet, në momentin që unë nuk mendoj që ka rërë të mira, që i bën risk reward të mirë.
Edhe ishte një moment që nuk ishte një farë risk rewardi të mirë, dhe unë vetë nuk e kam tregtuar, kështu që nuk dohet të thoj asgjë që unë nuk kam tregtuar vetë personalisht në kripto. Është thjesht që do të thoya që strategjia ime me analizë do të ishte short tani, do të kisha tregtuar në ato momente, por ishte me pushime dhe kjo ishte dhe themi gjendja e kriptos. Floriri e kam diskutuar te kanali im, por dhe Kleo më loi këtu që te zona 4300 ishte perfekte për një ulje, sepse ishte një overextension totale, një rritje të jashtëzakonshme jashtë normave të ku mund të ishte një çmim i arsyeshëm në rritje. Kur çmimi del jashtë normave, kjo është një pjesë edukative që ju do ta kuptoni, kur del jashtë normave, duhet vi prapë te një çmim mesatar. Çmimi mesatar ishte 4000 dhe një tjetër është 3900 dhe 4000 e kapi, nga 3300 deri te 4000 në këtë rast. Sa për lajmet e tjera dhe ngjarjet e tjera, po mendoj të muloshim ca ngjarje Kleo bashk të rëndësishëm që kemi pasur këtë javë dhe ta diskutojmë si pikë, sepse CPI data për mua ishte më e rëndësishmja dhe e ka përgatit tregun perfekte për uljen e normave të interesit javën tjetër. Kështu që po që nuk ulen normat e interesit, do ketë një lëvizje crash të madhe. Do të kemi shumë kujdes se çfarë do thuhet dhe çfarë do ndodhi të mërkurën tjetër. Ndonjë lajm kishim? Jo, s'po shikoj një lajm për javën që kalon. Thjesht deklaratat e Trump. Okay. E thedhet i për Kinën, këto kanë qenë ato, do të thënë që mund ta kenë lëvizur tregun pak lajmet kryesore. E pas dhe takimin e Jerome Powell që ka dhënë një fjalim, por nuk ka ndikuar, nuk ka thënë asgjë, edhe pse pritshte që të fliste për kripto, por asgjë interesante. Po. I gjë që do të thojë këtu që një skenar i mundshëm në mendjen time dhe si mund të funksionojë kjo lëvizje, që mund bën ndoshta diçka e papritur, është që normat e interesit ulen, tregu fillon të rritet. Trumpi del mas 2-3 ditësh, që bi datën 1 nëntor, nuk bëhet marrëveshja me Kinën, shton tarifa, fut më shumë retail traders dhe pastaj likuidon në një mënyrë ekstreme në atë moment. Kjo është frika ime dhe për çdo person që na dëgjon në podcastin ton, keni kujdes nga ky skenar. I bën që mund të pozicionoheni, unë jam pozicionuar, por keni kujdes te likuidimi që mund të bëhet datën 1 ose më pas në nëntor nga ndonjë lajm i Trumpit për tarifat në Kinë që mund të sjellin ndonjë shitje. Jemi tani në majet e tregut, nuk kemi në një zonë të ulët si ishim le të themi në prill. Kemi tani gati 5-6 muaj vetëm rritje. Dhe nuk kemi pasur ndonjë dip serioz. Kemi pasur vetëm tani këto 2-3 dipe të vogla, këto 2-3 muaj të fundit, por nuk kemi pasur ndonjë dip serioz. Edhe likuidimi, skenari perfekt. Tisha unë, market maker, një person që e kontrollon tregun, do bëhe këtë skenar. Kështu shikoj unë. Do lejoja që normat e interesit të rrisin çmimin, të krijoj edhe një kulm tjetër tregu, të fusi edhe ca tregtar tjetër me leverage dhe fillestar, të hyjë euforia, ndoshta të shtyhet edhe për disa ditë ose edhe një javë, 2 javë, dhe pastaj të dalë një ngjarje e tarifave që likuidon në një mënyrë ekstreme tregun dhe bën një ulje serioze tregu diku te 5 deri në 10% të stocks, mund të jetë diku te 20-30% në stage 4. Ndoshta. Eksakt. Po, maron cikli, sepse te mujori kemi një problem që Bitcoini po ngadalsohet, edhe kur kam bërë krahasimin e çmimit që ka qenë në fillim të vitit në 1 janar, ka qenë diku te 108-109 Bitcoini, ose te ajo zona 107, edhe tani jemi te 111. Kështu që nuk keni pasur ndonjë rritje në kripto, dhe po i kapni ndonjë altcoins, vetëm Ethereum mendoj unë që mund të jetë pak plus, mund të jetë 10% plus, por dhe altcoins nuk është që janë në një nivel të jashtëzakonshëm ose kanë bërë ndonjë performancë të mirë për ju që keni mbajtur afat gjatë altcoins në këtë mënyrë.
Kështu që ka qenë një treg për swing trader dhe për profesionist, për seleksionues, edhe në aksione, që mos kishin rënë pre le themi tregu, nuk ka qenë treg për tregtim pasiv. I gjë tjetër që do të flisja Kleo ishte për earnings. Kemi ca earnings, kemi këto earnings për ju që nuk kuptoni anglisht, janë raportimet e ardhurave të bizneseve të tregjet të aksioneve. Kishim Teslën që doli pak ushit në ngjarjen e earnings, dhe un kam ndar diçka në Twitter që kam thënë që kur të dali Optimus, që janë robotët dhe njëna produkte e reja që po krijon Tesla, atëre Tesla do ketë një rritje, sepse do bëhet në media sociale, do dali një produkt i ri. Tesla është një lëvizje tani tranzicioni që po bëhet nga një kompani që ka qenë për EVs të një kompani që po lidhet me AI dhe robotika. Kemi parë dhe këte me robot taxi që po krijon, ka ca shenja të pozitive aty për robot taxi, por Tesla ushit dhe kjo krye pak le themi turbulencë në treg. Dhe një nga favoritet e tuaja, Kleo, Netflixi, që ke treguar disa herë. Shitje shumë madhe, pa tash. Po. Ishte interesante sepse unë kisha në vëzhgim për ta luajtur long, por nuk po më pëlqen, nuk ishte përputhur me strategjin. Një ditë përpara se pati raportimin, edhe nuk e traktova, edhe të nesmen kur doli earnings, pati atë likuidimin e madh, diku te 6-7% duket që shumë e madhe për Netflixin. Patëm dhe Intelin që pati raportimin e vet shumë pozitiv, pati një rritje dhe semiconductors, sektori i mikrochipeve, AMD-ja, Inteli kanë lëvizur shumë mirë, dhe Nvidia. Unë jam pozicionuar te Nvidia, nuk pata mundësi që të ribleja AMD-n dhe Intelin, edhe pse kisha përpara në fillim të javës, dola dhe unë në temi aty pak herët, sepse më friksoj lëvizje që bëri duke të mërkurën, të marrës në mërkurën të regu dhe nuk e ripozicionova, gabimi im, thjesht gjëra që ndodhin, por ndaj me ju si le temi për qenë i sinqert dhe transparent, sepse çunat e Discordi e din shumë mirë që unë nuk pata mundësi të rihyja aty, kështu që gjithmonë mundohem të jem sa më transparent me dëgjuesit dhe publikun për gjëra që unë bëj në këtë industri. Kleo, këto janë lajmet dhe eventet, presim të javë që vjen, siç e the edhe ti, duhet të jemi shumë kujdesshëm. Do të na ndiqni në rrjetet tona sociale, sidomos në TikTok tani Henri është më aktiv duke bërë pyetje, ju do të merrni përgjigjen e duhur, pashtu edhe në Telegram, edhe çdo ditë tek kanali i Henrit janë analizat për gjitha indekset kryesore, kështu që ju ftojmë na ndiqni aty. Po, është shumë e vlerë për ju që dini anglisht, sepse un tani jam i detyruar që të bëj gjërat në anglisht për karrierën time dhe për lëvizjet tjera që un do të bëj personale. Shkoni te kanali im. Çdo ditë keni një analizë të përgjithshëm të tregut. Do keni që nga aksionet, kriptot, floririn, dollarin dhe madhat, të gjitha i analizoj atë ditë dhe mbuloj temat kryesore. Ndonjëherë ndaj dhe idet. Javën e kalume kam ndar të premten duket ishte floririn si një mundësi për të tregtuar short. Ishte përpara 6-7 ditëve tani dhe ka ndodhur. Kam darë dhe disa ide të tjera gjatë javës për tregtimin që unë kam bërë dhe do bëja atë ditë, mrena ditës ndahet video. Kështu që mund të shikoni dhe pak a shumë keni idenë çfarë mendoj unë për tregun në atë çast, në atë moment. Ju vlen shumë për që doni ta bëni këtë punë në një mënyrë profesionale, të merrni një mendim nga ana ime, sepse keni një person që jo vetëm që ka dhënë provat në tregun shqiptar me analizat dhe parashikimet, por keni një person që është te kompeticioni i Amerikës për investime dhe ka bërë mbi 85% këtë vit të aksionet, kështu që marr vesh për këtë punë dhe di se si të seleksionoj aksione. Do të flisja pak për normat e interesit, Kleo.
të flisja për mendimin tënd, si mendon një pyetje shumë e thjeshtë, do ulën apo do rrin njësoj? Edhe sa do ulën? Qofse tani parashikimi duket se është 0.25 pik për të ul, 0.25% i bie 25 pik, por mendoj se gjithë po e presin këtë uljen e normave të interesit, mendoj se do ndodhi, kështu është mendimi im, ndoshta do të vi. Mund të jetë lajm pozitiv normalisht, sidomos për kriptot, pasi do të kalojnë kapitalin në asetet më të rrezikshme. Pastaj kriptot janë kryesorja. Por siç e thamë edhe shpar, këtë vit tregun më shumë e ka lëvizur Trump se sa ka dalë jashtë çdo analize teknike, jashtë çdo analize fundamentals. Trump me deklaratat e tij, me tarifat e tjera, mund të kemi edhe në një skenar që ne diskutuam shpar që mund vinë një përgjigje për Kinën me tarifa dhe mund ta uli prap tregun. Po mendoj se do ulen normat e interesit, duke u shtyrë edhe nga presidenti i Amerikës, që vazhdimisht duhet ule normat, edhe mund të ketë edhe këtë uljen me pak pikë, edhe pastaj shikojmë, nuk e di, ky është mendimi im. Unë besoj që do të ulet. Mendoj që do ulen 0.25%, dhe ti mendon që impakti do jetë pozitiv. Në kripto po, pak që në do ditët e para po. Unë shikoj në analizat e teknike, duke pak të rezistenca që ka kriju Bitcoini, mund të thyhen edhe atëherë mund të shkojë çmimi për lart. Po. Edhe unë jam me njëri mendim, mendoj që do jetë eksakt çfarë është parashikuar. Tregu është i pozicionuar për një lëvizje për lart. Dhe vetëm gjë që mund të friksoj është çfarë do thuhet nga Jerome Powell te konferenca për shtyp. Dhe kjo do jetë diçka që unë do ta shikoj me kujdes, ndoshta mund ta bëj edhe live te X. Kam tani edhe i X, sepse më vunin në sedër një nga çunat e Telegramit, tha ka shumë konkurrencë Henry te X, kështu që kam hapur edhe një X, edhe mund ta bëj një live aty dhe ta mbuloj çfarë thot Jerome Powell mbas vendimit. Zakonisht çfarë thot Jerome Powell është më e rëndësishme se sa ulja, sepse është priced in, është futur menat e çmimi ulja që tani 95% të tregtarëve mendojnë që do ulet norma e interesit, kështu që janë të pozicionuar para kohë. Vetëm duhet kemi shumë kujdes datën 1 dhe më pas me tarifat e Trumpit. Okej, Kleo, të bëjmë analizën tani teknikale? Okej, kemi Bitcoinin këtu, jo kemi Ethereum këtu, më lë mirë Bitcoinin si kryesorin që kemi. Edhe i gjë që po shikoj unë tani në mënyrë vazhdueshme është kjo rezistenca te 20 EMA dhe te kjo zona e 111, 113 që unë kam vënë si një zonë rezistence. Kjo është mbuluar te kanali im personal në YouTube gati çdo ditë për të shpjeguar që kjo është një zonë kyç për mendimin tim. Edhe i gjë që kam parashikuar te ai kanal është që të bënte këtë bounce të zona meset e kanalit në rënje, në chart, që është këtu të zona 106, 107, bounce, resistance, ulje, bën një higher low dhe pastaj vazhdon dhe mund të thyj strukturat vazhdoj për lart. Kjo zona këtu, 111, 112, 113 është në zona e pivot point, një zonë që do kthehet tregu dhe mund të marrë animin e duhur, ose një zonë që do rezistoj për një herë finale dhe pastaj do shkojmë prapë te 100 ose 98. Është momenti 50-50 që unë diskutova pak më parë, dhe për mua po që thyn këtë strukturën në një mënyrë që më jep shenjat pozitive te strategjia ime, konfirmime finale për vrull, unë do pozicionohem long. Në rastin që teston dhe reziston, prap do hyj short. Shumë e thjeshtë strategjia ime në këtë moment dhe vendimi që unë do marr. Kjo është zona kyç, thyrën e strukturës këtu do hyj long,
rezistencën të struktura këtu do hysh short. Shumë e thjesht, probabilitetet do anojnë në ato momente do merret vendimi nga tregu bull ose ber, dhe atëherë ne do marrim vendimin për tregun. Kleon, do i gjë për shtu këtu të qarti një letor? Është ajo rezistenca që ne diskutuam shpar, e thjesht për të kuptuar. Mund e thash edhe shpar, mendoj që do të thyet ky çmimi dhe të çojmë për një rritje pak më të madhe dhe një rezistencë tjetër tek 114.000, 115.000. Po. Kjo do jetë pak problemi i hyrjes këtu te kjo zona. Sepse edhe po hyret 112, 13, ke rezistencët 115 dhe që po nuk i bën që si falca që mund të krijohet në treg apo jo. Mund të ndodhi. Shikoj. Kështu që edhe atë do ta keni parasysh si tektar ose si investitor që edhe po thy kjo struktura këtu që po them unë, kërkon menaxhim sepse 115 mund të rezistoj 116. Unë kam edhe një zonë tjetër të 118, që po u thy ajo, atëherë mendoj që atëherë vazhdojmë për all time highs, krijojmë një new high në treg, sepse maron konsolidimi dhe vazhdon me val le temi deri te 130 ose 150 Bitcoin. Kështu që kemi 2 zona rezistencë, 3 zona rezistencë aktualisht, 112, 113, 115, 16 dhe 118. Zonë shumë ngjeshur këtu. Edhe vendimtare. Të pozicionohesh pak herët nuk është keq. Te kjo zona ku jemi tani, ose të ishe pozicionuar pak më ulët për një val për lart, por prap po merr rrezik përsipër kur tregu nuk është gati dhe mund të rezistojë dhe të vazhdoj për poshtë. Kështu që unë kam zgjedhur që të rri jashtë, edhe ndoshta aty pak më vonë te 113, 114 dhe të shikoj se çfarë do bëj te 116 dhe 15. Kjo është vendimi im këtu. Kam diskutuar disa herë te kanali im personal te RSI këtu te kjo zona 37-38 që po e vure re ka bërë bounce kur ka kapur këtë zonë, një herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, dhe tani hera 5 që mund bëj, 5 ose 6 që mund ta bëj te kjo zona 37, 36, bën bounce, gjen support, i bën që algoritmet po e blejnë të ato zona për ndonjë arsye. Edhe kështu që kemi bërë atë lëvizjen fillestare. Pyetja është që a do kemi një lëvizje serioze si këto valet e tjera, që një val që ndodhin në qershor, korrik. Që ishte kjo vale këtu. Kemi mbaruar konsolidimin, a do ta bëjmë një val të tillë? Kjo është pyetja. Dhe mendoj që po ju thyen strukturat me vull serioz, mbas normën e interesit mund të vazhdojmë në një all time highs. Është vetëm një shpresë që besoj që kemi për një alt season ky event. Për këtë vit për paktën, se ndoshta vitin tjetër do kemi skenare të tjera që mund ta nxjerrin dhe mund të krijohet situata. Po ti Kleo, ke vënë re këtë zonën e RSI-s që ka bërë këtë bounce? Po, faktikisht po, e shikoj RSI-n, po më shumë te Bitcoini është pak, nuk e di, unë shikoj disa gjëra të tjera dhe po shpresoj tjetë ajo që thuti, nuk... Po. Te mujori, frika ime është që mujori nuk po bën ndonjë val, ose të hym te javori më mirë. Kemi pasur këto valet serioze për lart. Kjo vala fundit ka qenë shumë e ngadalët. Nuk ka pasur ndonjë fuqi blerje. I gjë që mund të ndodhi, edhe prandaj ju kam thënë që mund të kemi një shitje të papritur në treg, është që valet serioze, të paktën këto 2 vjet,
Edhe ca raste të tjera historike, po të paktën këto dy vjet që 2023-shin ka filluar nga zona 44 të RSI-a, 46, 44, sa hym poshtë 50-shës. Shikoni këtu, 1, 2, 3, 4. Këto val, probabiliteti është rritur, ose rritet, kur ne bëjmë një bounce të kjo zona. Do të thotë, që në momentin që ne kemi është bërë ETF-i, algoritmet ose institucionet po e blejnë Bitcoinin kur mujori arrin 950 ose 44 të RSI-a. Këto janë blerje institucionale sepse janë lëvizje mujore që shitet ose javore që shitet, se kjo është javori, do falni. Çdo gjë që po them këtu është për javorin. Kur shitet në të javor tregu, atëherë akumulohet dhe blihet te këto zona për disa javë dhe bën lëvizje serioze për lart. Tani, ku jemi? Jemi te zona vendimtare. Që po që kemi rezistencë këtu, vim për poshtë, ulet RSI-a deri te 44, 45, mendojnë që na çon prapë te 98, ndoshta edhe te 88. Dhe pastaj ne mund të kemi një blerje serioze prapë në treg nga institucionet në Bitcoin. Dhe ajo mund ta bëjë ne që të shtyhet lëvizje serioze të altcoins për vitin tjetër. Kjo është një gjë që duhet ta keni parasysh te mujori te javori që mund të bëj këtë gjë te kjo zonë, okay? Dhe unë do vë një alert tu ta kemi. Po e them tani në datën 25 tetor, shikojmë se çfarë do ndodhi mbas këtij parashikimi kur do kapet kjo zonë apo si do kapet kjo zonë. Okay? U bë direkt. Do ta vë pak më vonë, ndoshta më. Ma bëri direkt. Jo, kemi 44. Po edhe këto 44. Ja. Shikon? Sepse po u thua ajo, do të kuptoni edhe një gjë tjetër këtu që okay, arrim aty. Mund të ketë një bounce momental, po pastaj po u thy 44 ajo zona që kemi aty, jemi në një bear market. Ka dy gjëra shumë të rëndësishme këtu, sepse okay, ulemi, blirohet, blihet, po pastaj po u thy prap për poshtë në një mënyrë serioze dhe vazhdojmë të shkojmë më poshtë RSI-a, ulet fuqia blerëse, jemi në një cikël që 2026 aktualisht mund të jetë një vit bearish, një bear market. Kjo është frika që un kam për tregun. Prandaj kam thënë nëntori është muaji më vendimtar i tregut. Nëntori, dhjetori, kjo periudha fundit e vitit është shumë vendimtare për tregun. Po këto arsye që po e përmend këtu. Edhe te mujori duket pak kjo, le të themi, lodhja e lëvizjes. Por ka potencial që mund të bëjë një shtyrje finale për të parë situata si do reagoj tani çmimi te kjo zonë. Kleon, do të përshtu këtu të Bitcoini? Do ta shikojmë kjo javë do jetë vendimtar. Po, mendoj që do vendosë diçka. Edhe që ta dini, unë këto gjëra i kam thënë me kohë te kanali im anglisht. I kam thënë dhe javën e kaluame te podcasti. Mulem tani Ethereum. Te Ethereum ka respektuar kanalin në një mënyrë perfekte dhe për mu zona vendimtare është kjo zona mezit e kanalit, kjo zona me pika blu. Korespondon dhe me lidhet me 20 MA, moving average, edhe këtu do vendoset animi tregut. Këtu mund të marrë një farë pozicioni për lart te 4.100, këtë ishte një pozicion fillestar, pastaj do shtoja te pozicioni te zona 4.300, 4.400 në thyrje për të lëvizur për lart.
Kjo do ishte skenari për lart. Por rezistoj këtu, besoj që do hy për poshtë, sepse rritet probabiliteti, por dhe rritet është shumë e mirë RR-ja, rreziku kundër profitimit 1/3, dhe këtu e kemi 1/3, 1/4. Kështu që kemi pak shumë perfekte këtë setup. Pëlqen kjo bullish divergence. Mo po më duket mirë për një long, të paktën deri te kjo zona 4400. Ethereum. Rezistencë të çmimi 4000. Unë kam bërë një porosin e Ethereum, ndoshta i hyrje para kush me 4050, 4100. Edhe pastaj shkojmë deri te kjo zona, ku theti 4400, ndoshta edhe më shumë. Po nëse do kemi një lëvizje serioze, Ethereum mund të kapi 5000, ndoshta edhe më shumë te kjo lëvizje. Por tash kjo tek ditore kemi një po e quaj nga në kjo periudhë gushtit deri tani, ose për fillim shtatore, një konsolidim ose disa lëvizje lart e poshtë janë zona që konsolidimi ose ne rrim jashtë tregut. Tani ose çmimi do të thyej, do të vi short, do të thënë do të jetë ajo lëvizja finale dhe tregu bie, ose do të vazhdoj sipër sepse është mendoj janë ditët e fundit që vendoset tregu në këto çmime. Do të kemi një lëvizje serioze, ndoshta do të jetë long ose do të jemi short, varet si do të dalin lajmet edhe tarifat më vonë. Mu Ethereum më jep le të themi, më jep shenjat kryesore që mund të them që po anoj më shumë te longu për tregun e kriptos në këtë moment, sepse ku është i pozicionuar duket perfekte si një farë akumulimi te zona më poshtme e kanalit, te kjo zona support 2 që kam vënë unë, këtu që kam shënuar me kohë. Dhe po akumulohet këtu përpara se të bëj një lëvizje për lart. Dhe prandaj po më pëlqen dhe kam darë dhe te Discordi si një ide që unë kam në vëzhgim para kohe për këtë lëvizjen për lart deri te 4400, të paktën të marrim 10% aty. Pastaj se çfarë mund të bëhet më mbrapa në thyrjen e strukturës komplet dhe vazhdimësisë e një trendi serioz, është për të parë. I gjë që ka pëlqyer shumë dhe çfarë shikoj unë te Ethereum është që dhe te mujori mu po më duket sikur është një start trendi. Sepse ka bërë 4-5 muaj rritje, pak shitje këto 2 muaj, edhe po duket sikur po bën një farë bounce këtu, dhe do vazhdoj për lart. Mu duket sikur kjo do filloj një super cikël. Kjo më man mu me shpresën që mund të kemi një altësizëm. Është vetëm altcoin që më man me shpresë për këtë gjë. Gjithashtu edhe te RSI e kam diskutuar disa herë, por te mujori në këto zona e 44 ka filluar dhe lëvizje serioze mujore, ja ku e keni lëvizja e 2020-s, pas e kemi pasur lëvizje këtu në 2022, janë fali 23, lëvizje serioze për lart, dhe tani kemi këtë tjetër në 2025 prill që ka filluar. Po kjo duket sikur do krijojë një lëvizje më të lartë. Dhe po doli diçka pa pritur si ka dalur në duhet ishte në fillim të vitit kaluar, që doli Trumpi me tarifat. Kjo do ishte vetëm gjë që da shunte si shpresë tregun për lart. Por po më duket shumë mirë edhe prandaj jam gati të ripozicionohem, se kam gjithë vitin që e tregtoj Ethereum, kam shitur shumë mirë te zona 4500, edhe po e bleva te 4000, po e blej me çmime të ulët, do blej pak a shumë po një sasi ose pak më shumë sasi këtu, duke reinvestuar profitin që kam nxjerr gjatë vitit. Më duket shumë mirë Ethereum, thjesht çështje vrulli dhe konfirmime finale për mua. Për tjerat kjo unë po e lej, sepse mendoj që si ja vlen, sepse janë një të situata altcoins, po këto të dyja janë kryesore. Atëherë tani do bëjmë analizën e aksioneve, do flasim për S&P 500, do flasim për Nasdaq 100,
Russell 2000 që ka të bëjë me kompanitë small caps dhe growth stocks, edhe do flasim për VIX. VIX është volatiliteti, mund ta lidhim këtu pak edhe me dollarin. S&P 500, të analizat e mia ditore të kanali im personal, kam thënë që mund të shkojë çmimi deri te 6% ulje, por për momentin po bank te kanalin. Po krijohet një kanal tjetër dhe po mundohet të thy. Jemi tani te një all time high, me ndonjë lajm pozitiv që mund të dali me normat e interesit gjatë javës tjetër, mund të shtyjë për lart dhe të krijojë një new high dhe të shkojmë në nivele ku mendoj unë ndoshta 7 mishja mund të ishte një zonë tjetër. Mund po më duket pak si herët kjo lëvizje, se mendoj që mund të realizoheshe në mes të 2026, po jemi ku jemi dhe tregu po që ka dëshirë ta çojë aty, do ta çojë dhe ne thjesht du të tregtojmë mrena dëshirës të turmës edhe të menaxhojmë situatën. Po më duket okay, edhe këtu nga zona që ka filluar lëvizja është okay, për një lëvizje që ka potencial ndoshta deri nga fundi i vitit. Derisa të bëhet shumë e blerë prapë të RSI-ja. Edhe bëjnë ndonjë ulje të vogël, ndonjë dip. Kleo, ndonjë mendim? E bukur S&P 500 me këto rritje, por i duhet një ulje faktikisht për të plotësuar ato correction, si thon, të korrektim. Se duhet ta bëj tregu, por pak e vështirë me këtë eufori që ka hyrë ose me këto lajme që presin retail traders sidomos për të bërë. Po, me normat e interesit. Edhe ka një gjë S&P 500 që mund vazhdojsh për kohë të gjatë në këtë mënyrë. Edhe kjo quhet diçka që është doll market, një treg që ndoshta nuk ka ndonjë arsye shumë kryesore pse po rritet, po vazhdon të rritet tregu. Edhe mund vazhdoj për muaj, ndoshta edhe për vite në këtë mënyrë. Puna jonë është që të pozicionohemi te aksionet më të mira, me rritje më të mëdha që ka qenë këto quantum plays, AI, gjërat e tjera që ne kemi trajtuar, se sa të pozicionohemi te S&P në përgjithësi. Ideja është që të bëjmë, kur S&P e bën 1%, të bëjmë 3%, edhe thjesht e kemi si orientim S&P-n, se çfarë po ndodh me psikologjinë e tregut. Unë të paktën kështu e shikoj. Mu më duhet okay, Kleo, mendoj që mund vazhdoj për lart, shikojmë si do reagoj këtë javë që do vi dhe po më duket shumë mirë dhe prandaj u ripozicionova. Nasdaq-u ka bërë një new high, gjithashtu. Prandaj u mbledha fillova të bleja Nvidia dhe disa të tjerë që janë të Nasdaq-u, të paktën të bëj le të themi të njëjtin përqindje që ka bën Nasdaq-u në këtë lëvizje. Nuk ka ndonjë gjë tjetër për të mbuluar këtu, nuk është pak a shumë identike me S&P. Russell 2000 për herë të parë për gati një vit ka bërë një high të ri. Pak a shumë kjo është altcoins, ose janë altcoins e stocks, për ju që merrni me kripto. Dhe ka bërë një all time high për herën e parë për një vit tani. Edhe ka shumë potencial ky si treg që mund të eci, sepse mendoj që po që ka siguri totale tregu që do ulen normat e interesit në mënyrë të vazhdueshme çdo muaj ose çdo 2-3 muaj. Sigurohen dhe në aspekti ekonomik që ekonomia amerikane është e mirë, Trumpi nuk bën ngjarje ose nuk rrit tarifa, gjërat e tjera që po bën. Ne mund të kemi kërkesë për aksione që janë growth dhe në rritje, dhe mund të eci më shumë kjo si treg, këto zakonisht ecin më shumë. Dhe këtu mund të pozicionohem unë këto muaj në vazhdim ose vitin tjetër. Russell, VIX-i, patëm këtë lëvizje për lart, dhe thyrit e kësaj vizit të trendi që ka mbuluar përpara disa javësh, edhe në besoj dhe të kanali im personal, patëm këtë shitje ku kap këtë zonë, e kam mbuluar nuk një javën e kalume, të podcastit që ku kap këtë zonë, zakonisht shitet ose ullet prapë VIX-i. Dhe ja ku e keni ulljen që ka bërë,
edhe vazhdon të ulet. Tani po hyn te një zonë që është e sigurt, ndihet i sigurt tregu dhe mund të ulet edhe më thellë. Për mendimin tim, Kleo, Viksi mund të shkojë deri te 14 prap, që i bën që tregu do rritet deri për një haj. Mund të shkojë deri te 7.000 mendon. Kështu po më duket. Shiko. Të shikojmë. Qa? I paparashikueshëm, Biks. A shikojmë. Po. Ja, se di unë këtë mendoj. Ta shikojmë javën tjetër, si do eci parashikimi. Dollari është i gjë që mund të jetë për të vëzhguar me kujdes, sepse dollari ka potencial për një rritje, por është për të parë. Për momentin po shitet pak, tregu po rritet, po mbajti këtë vizën e trendit. Shkurt, po i thënë këtë vizën e trendit, ne do shkojmë lart të gjithë tregu, në përgjithësi, me kripto dhe me aksione, por po thyu 98 dollari. Po thyu mbi 99 prap, dhe fillon rrugtimi për 100 e 101, ne do shkojmë short. Që jemi tani një moment kyç të dollari për vendosur. Unë do vej alertet e mia këtu që kam gjithmonë qejf që të di ku është gjendja e dollarit për këtë arsye. Edhe kështu po shikojmë të paktën situatën e dollarit edhe si mund të heci tregu. Po ori dollari, tregu do shkojë për poshtë, sidomos kripto, që është e lidhur me dollarin më shumë. Floriri po bën një farë supporti te 4.000-shja. Ti si shikon që do shkoj për lart apo do shkoj për poshtë, Kleo? Me që po e tregton Floriri. Mendoj që mund të ketë një rritje në fillim të javës ose këtë javë që vjen, edhe pastaj bëj një rezistencë dhe të vazhdoj prapë për poshtë, po ai çmimi 3.900 është me pëlqyeshëm për mua. Po. Ku shikon ti që mund po i shkon për lart? Deri te 4.200, besoj 4.250. Ok, po edhe një alert këtu. Kemi këtë zonë 4.200, 250 që mendon. Kleo që mund po i shkon për lart, por besoj që po që vazhdon rezistenca, konsolidimi këtu mund të shkojë më shumë për short, deri te 3.900. Tregtimi më i mirë ishte kjo që po që nuk e keni bërë 4.300 deri këtu ku është tani, dhe ta keni mbajtur për lëvizjen tjetër për poshtë. Silver, besoj që është identike me Floririn pak a shumë. Kemi madhrat e tjera që ishte nafta në rritje, do t'i mulojmë shpejt këtu që të shikojmë pak gjendjen. Sepse unë këto i muloj te kanali im personal çdo ditë. Shpresoj që ju të ndiqni aty, që të shikoni, po e parashikoj këtë bounce të kjo zona, edhe kam diskutuar te fillim të javës, edhe fund të javës kaluar, që mund të bëj një bounce, e ka bërë, por prap kemi këto rezistenca. Ky bounce ishte i lidhur me sanksionet kundër Rusisë. Kjo situata e Rusisë. Gazi natyral më ka pëlqyer, por ka volatilitetin ose këto nuhatjet poshtë e lartë, shikon, ndalli që po bën në rritje, edhe nuk më ka pëlqyer kjo, që nuk ka thyr këtë zonën. 3.5 do ta thyej këtë zonë që të kemi, le të themi, konfidencë te gazi natyral. Pastaj më pëlqen shumë tregu kinez për momentin. Bleva Alibabën. Mendoj që kjo mund të bëjë një farë thyrje dhe vazhdimsi tregu kinez, dhe është pak mbrapa amerikanit. Mund të bëjë ndonjë lëvizje më të mirë se sa tregu amerikan në përqindje me investime që unë kam blerë te portofolio. Kemi humbur mundësi të artë te tregu korean, që patëm. Kemi pasur në vëzhgim Samsungun, Hyundai, ca tjera, Kleo, ti e mban mend shumë mirë. Por si kemi treguar, edhe tregu japonez ka ecur shumë mirë këto kohët e fundit në rritje Azia. Kaq. Të gjë tjetër për shtu këtu, Kleo? Jo, të tregjet këto janë
kryesore të analizat, edhe ju ftojmë ta ndiqni në rrjetet tona sociale, te kanali i Enrit, do t'i shikoni çdo ditë domethënë këto analiza dhe do të jetë më e thjeshtë edhe për ju. Po. Për ju që doni pak më shumë informacione se sa merrni te Telegrami Falas ose edhe këtu, doni të dini le të themi ndonjë ide që unë ndaj te Discordi, gjërat e tjera, kemi një opsion që është Novice Hunters, që jemi te Discordi privat, është vetëm 15 pound në muaj, po keni çdo screen ide që unë shikoj atë ditë si në kripto dhe në aksione, dhe pastaj kur unë shikoj ndonjë ide që mendoj me vërtet ja vlen e ndaj si top idea, që më është ide më e rëndësishme, më e mirë e ditës, te Discordi për ju, dhe në kripto dhe në stocks. Kështu që të keni një mundësi që për një çmim të arsyeshëm merrni diçka më me vlerë dhe mund të mësoni aty. Shumë shpejt do bëj edhe ca video edukative aty për t'ju mësuar bazën e tregtimit, se shikoj që shumë nga ju keni dëshirë të madhe, por nuk dini ca gjëra bazike, një mënyrë që mund t'ju ndihmoj edhe për të le të themi hapur akaunte për në IBKR. Është një pyetje që më është bërë tani gati një vit, po prisni nga unë që të bëj një video që si të hap një akaunt në IBKR në Shqipëri, që është i vetmi broker që ju ofron tregtimin e aksioneve në një mënyrë të sigurt në Shqipëri. Okej. Na ndiqni të gjithë në sociale, si e tha Kleo, dhe Faleminderit. Kleo për sot. Shifemi, mirëpafshim. Tjetër.